Ish presidenti i Lëvizjes Serbe për Ripërtëritje dhe shkrimtari Vuk Drašković ka deklaruar se presidenti serb Aleksandar Vučić nuk është më njeriu që ai pati mbështetur dikur, teksa ky i fundit çdo ditë vazhdon të shkel kushtetutën. Pas vitit 2015 kuptova se deklaratat e tij se Serbia do t'i bashkohet Unionit Evropian ishin vetëm manipulime. Në fakt Vučić nuk e do Europën, por dëshiron vetëm të fitojë mbështetjen e tyre, si financiare ashtu dhe politike, tha Drašković në një intervistë me Nedjeljnik, duke theksuar se ai personalisht mbështet integrimin euroatlantik të Serbisë, si dhe normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Drašković gjithashtu potencoi se e ka mbështetur me kohë marrëveshjen e Brukselit dhe ka patur shpresë se ky moment do të ishte vërtet transformimi i sinqert i Aleksandar Vučićit. Atë kohë unë mbështeta fuqimisht presidentin serb dhe nuk pendohem, por Vučić sot nuk është më ai i pari, theksoi Vuk Drašković.